Xhebari t'i lehtëson streset dhe vuajtjet dhe të udhëzon të pendohesh. Ai plotëson mangësitë e namazit tënd me namaz nafile që t'i fal. Ai udhëzon besimtarët dhe njerëzit e mirë të veprojnë punë të mira, të cilat u afshin veprat e këqija. Obligimet tona ndaj emrit El Xhebar. Nëse të është bërë padrejsi dhe je me zemër të thyer, ngri duar në këto çaste dhe lute El Xhebarin të të ndihmojë dhe të të përkrahë. Nëse i ke bërë padrejsi dikujt tjetër, shko dhe kërkoj falje para se të të ndëshkoj El Xhebari. Ndihmo dikë që është në hall dhe në telashe. Nëse njen një jetim, ndihmoje dhe përkrahe. Nëse keni të afërm të varfër, ndihmoje me pasurinë tënde. Nëse shikon një hallexhi në nevojë, zgjidhja problemin që ka. Dhe ditën e Kiametit, kur të dalësh para Zotit, i thuaj: O El Xhebar, ashtu si zgjidha hallin robit tënd në dynja, ma zgjidh ti tani hallin tim. Dhe padyshim që Allahu është zgjidhësi i halleve.